Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike e karburantëve, dronjt për ngrohje kanë përcjellur të njëjtën rrugë. Në këtë pjesë të Prishtinës, shaqer Alshiqi del çdo ditë për të shitur dronj. Ai e pranojnë se rritje ka pasur, por sipas tij, s'është aq e madhe sa rritja e çmimit të rrymës. Çmimi i rrugës sillet pej 45 deri në 47, varet me premtë që morën mështeria. Ka që morën ndikosh aty në gatshme, kanë çmë premtë nga zona. Krejt. Është më shtrejt. Po, është më shtrejt. Pak, krejt pak, 1 euro, 2 euro. Jo më shumë. 2 euro, rrit më shumë me çmimin e rrugës. Dhe pse në rritira të çmimit të nën zotë, s'është çmimi. Kërcimi i madh pritet të ndodhë vitin e ardhshëm. Pasi kërkesa për dronj është të shtuar, e numri njerëzve që merren me shitjen e tyre ka rënë. Te verës që të vjen, vera ardhshme bëha kia që këmë shku çmimi më i lartë. Si shko ke punëtore, ka mungesë punëtore. Ka shtrajtimet naftit. Të çaj janë, pa njerë për njerë në kështë çmimi, nuk rrit çmimi. Çmimet mbas Alshiqi vetë si ka rritur aq shumë, por qytetarët tregojnë një histori tjetër. Po shkon ten 55, 40 ten 55. A është i përballueshëm ky çmim? Për xhep qytetarit të Kosovës nuk është i përballueshëm. Në të ardhmen që i kemi është shumë i madh. Për ata është i lirë, se shesin ana se blejmë është i shtrajt. Se çmimi është mbi 50 euro, e thonë edhe qytetarë të tjerë. 50 euro varet prej cilësisë drunit, bon nga shkozat, çarrat çka janë, vetë që është më kualitativ, mbi 50 euro çmimi. Pa më nuk me kërësi, pës krafta së kërësen. Do të me shti drusat mënës. Kërë më zetë, pasar mënës. Çmimet e dronjve për djegje në Kosovë dallojnë në varësi të llojet. Mirë po, sipas tregtarëve në Prishtinë, ky çmim është i ngjashëm në të gjithë Kosovën.